Përshëndetje nga Zvicra, jam agjërueshëm. A është haram njerëzit mi pa tërpi kafe, thot, kur dal mushëtit ju lutem? Përshëndetje, elus Allahun e lartësuar që të ta pranoj agjërimin. E rëndësishme është që ti mos pish kafe kur je me agjërim. Ndërsa të tjerët, pra e lusim Zotin e gjithësisë që ti udhëzoj, ti drejtoj. E thjesht ta shikosh tjetrin, pra që pi kafe nuk është haram për ty, nuk është haram. Gjithsesi mundohu pra që të shpresosh atë shpërblimin e madh që e pret agjëruesin. Se ti e ke lënë ushqimin, ke lënë pijen për kë? Për Allahun e lartësuar, për Zotin e gjithësisë. Dhe asnjëherë mos e harro atë derën e Rayyan në xhenet, që prej saj hyn vetëm agjëruesit. Është mirësi e madhe. Agjërimi është mirësi e madhe. Të ka zgjedh Allahu i lartësuar në mesin e gjithë atyre njerëzve, që ti jesh prej atyre që i binden Allahut. Elus Zotin e gjithësisë që të shpërblej për durimin, elus Allahun e lartësuar që të ta mundësoj të zbatosh urdhrat e tij. Ashtu siç duhet, me namaz, me agjërim, me respektimin e prindërve, me vepra të mira, Zoti të rujt.